Rikthehet në banesë foshnja 2 muajshe që humbi jetën e migranti zbulon shpenzimet. Është rikthyer në fshatin Stropan të Devollit trupi pajeti foshnjës 2 muajshe që humbi jetën pak ditë më parë në Tiranë. Prindrit në një deklaratë ditën e djeshme akuzuan institucionet shëndetësore për mungesë kujdesi ndaj foshnjës së lindur para kohe, duke pretenduar se gjendja e tij u përkeqësua për shkak të trajtimit të pamjaftueshëm. Krahas dhimbjes së madhe, familja përballet dhe me vështirësi të theksuara ekonomike, çka bën edhe më të vështirë përballimin e ceremonisë martore. Në këto kushte një emigrant shqiptar i cili ka zgjedhur të mbetet anonim ka ndërhyrë duke marrë përsipër të mbulojë të gjitha shpenzimet e varimit, duke bërë të mundur rikthimin e trupit të foshnjës në banesë dhe përcjelljen e tij për në banesën e fundit. Foshnja e gjinis mashkull kishte lindur me probleme shëndetësore dhe ndroi jetë ditën e premte në kryeqytet. Një ditë më parë, prindrit e tij kanë ngritur akuza ndaj personelit mjekësor për neglizhencë në trajtimin e të miturit, duke kërkuar ndërhyrjen e autoriteteve për të zbardhur rrethanat e plota të kësaj ngjarje.